Këtë javë festova 45 vjetorin tim dhe po ndihem 45 vjeç me thënë drejtën, as më shumë, as më pak, dhe për këtë ndjehem shumë mirënjohëse, sidomos me fat. Ju që më ndiqni mua apo edhe podcastin, do keni patur rastin të shihni online lajme apo një video duetimin me Bruno Marsin tim, të adoleshencës time, të rinis time, me Altin Gocin, i cili ishte surpriza e krijuar, e inskenuar nga dy shoqet e mia, Ilva dhe Anjeza. U gëzova shumë pa dyshim, po nuk harrova se duhet ta kisha ftuar edhe më herët në një episod në podcast Altin Gocin dhe e bëra që kur isha në ditëlindje live, ai më tha po, është në studio në Koltuk tani. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe, na kanë ndjekur valët. Po, u takuam rastisht edhe në rrugë. Ajo që parë doni që domethënë kështu si lloj rufej në qelë të hapur, domethënë sikur ta kishe bërë me regji dhe nuk kishe përdalë aq bukur ai momenti që unë të mora në telefon tash, mira jam këtu ke lokali, ti the si ka mundësi se unë këtu jam afër. Isha te porta. Dhe në atë moment domethënë qelloi një nën me një fëmijë që tha Altin, tha mund bëjmë selfie me gocën, nuk e di domethënë ta kishe bërë me regji, kishe përdalë aq bukur dhe është tamam ajo momenti dur dhe në vendin e dur. Jeta ja kalon gjithmonë fictionit. Realiteti është gjithmonë shumë më i bukur se sa gjërat që po, krijohen. Ky tempizëm domethënë ishte vërtet kështu i frikshëm, më thonë në sensin se ndodh një herë kështu, çdo lloj gjë perfekte. Po të shpresojmë që mbarësia është me ne. Shpresojmë patjetër. Unë nuk e di pse kam dashur gjithmonë të të ftoj, po për arsye që nuk i di as vetë, kjo gjë nuk ka ndodhur, ftesa ime nuk është nisur për tek ty. Me sa duket ka një kohë për të gjitha, ka një kohë për çdo gjë. I beson ti kësaj Po patjetër, shumë patjetër, është diçka unë mendoj që ka lidhje me universin, edhe me atë që sistemin e gjërat janë shkruar nga Zoti. Sa do të përpiqesh, domethënë çdo gjë do kohën e vet. Edhe ndoshta edhe me këtë tashin të moshë jam për shembull nuk dua më dhe nuk i jap më ashtu ti shty gjërat me zor. Më them, nëse s'bëhet domethënë nuk bëhet dhe do vi momenti vet i duhur dhe i kam lënë gjërat kështu, domethënë të vi vet momenti. Dhe këtë e besoj goxha, domethënë, ashtu siç kam besuar edhe kur kam dalë për herë të parë në skenë, domethënë që është thjesht edhe çështje fati, po unë kam përshtypjen se është e shkruar. Domethënë që ti duhet të jesh në momentin e dur, vendin e dur. Po, disa gjëra janë të shkruara. Patjetër, unë këtë e besoj. Kështu besojmë pothuajse 90% e të ftuarve në këtë podcast. Besojnë të gjithë që disa gjëra shkruhen, disa gjëra pastaj i shkruajmë dhe vetë me zgjedhjet tona. Unë anoj ke gjërat ke fati, patjetër. Sado që të përpiqesh ndonjëherë, ti mundohesh dhe ndonjëherë gjërat nuk ecin, kupton? Dhe thot anglezi things happen for one reason, kupton? Gjërat ndodhin për një arsye, kështu që. E di çfarë mendova unë kur u bë e pash që po postoj shumë video e këngës, është një moment i refrenit kur unë afrohem dhe këndoj me ty, unë sigurisht e stonuar. Jo. Ti ishe emocionuar, po. Po, isha shumë e lumtur. Edhe vura re që kishte shumë interes për këngën, shumë dashuri, shumë nostalgji, shumë komente për atë moment në mënyrë të veçantë. Edhe mbesat e mia e pan atë me emocion, nuk kanë lindur pas 2000-shit. Ndërkohë kënga është krijuar në vitin 1991 në festivalin e RTS-s. Unë kam qenë 11 vjeç, ti duhet kesh qenë diku te 18-a? 18 pa një muaj. Okej. Dhe të mendosh pas më gati 30 vjet nga ajo kohë, ajo këngë mbetet. Pra gjërat e mira nuk humbasin kurrë. Nuk humbasin, është vërtet. Mund të zbehen pak në momentet saktuara. Po ka ndjelë, vërtet është. Por po bëre një gjë të mirë, ajo kthehet. Është vërtet, dhe unë këtë për ta vazhduar, unë këtë e ndjej, kam shumë vite që e ndjej këtë me live-et e mia, që përveç brezit tim ose brezit ton, janë to që tham to fëmijët e lindur mbas 90-s, ka 2000, që nuk kanë lidhje ose edhe më vonë akoma, kupton? Edhe për herë të parë u habita biles, kur kam pa fëmijë të vegjël që kënoqen, dhe ndoshta ka qenë ajo edukata e prindërve të tyre, kupton, për t'i lënë për t'i mësuar ndoshta me atë muzikën e vet, me ato që janë rit prindit e tyre, dhe kjo ka qenë është një lloj kështu trashëgimie, po themi, që ka shku brez pas brezi, edhe është një impakt i çuditshëm, por shumë i bukur, domethënë në momentin që ajo këngë fillon, domethënë sikur të kesh gjithë hallet e botës i lënë
veç edhe fillon dhe këndon dhe argëtohesh, kupton? Ka diçka ajo këngë në tekst dhe në muzikë. A do më flasësh pak më shumë si u krijua Ëndërroj? Shiko, Ëndërroj është kriju me shumë dashuri dhe shumë pasion mbi të gjitha. Edhe e ke parasysh duke kalu dhe ato vitet e komunizmit, mi supe, me ato kornizat, atë jetën e zymt, kupton, jetën kuadrat fix fare. Dhe gjitha jo akumulim dhe gjithë to këngë që ne aq sa kemi pas mundësi që dëgjonim në atë kohë, pak më qepta, se unë i përkas viteve 80 ku kishte filluar të lirohej sado pak, po ama prapë me frikë ishte ato ndjenja rodhën shumë natyrshëm, kupton? Sajme kishte një kështu motiv arbëresh i qunim ne atë, kupton? Edhe sepse ato akordet na sillçin ndoshta ne në atë subkonsciencën tonë na sillçin në ato këngë të arbëreshme. Edhe kështu lindi, domethënë me gjithë tekstin. E keni shkruar ju vetë tekstin bashkë me Sajmirin? Po, me Sajmirin. Mbaj mend domethënë këtë nuk jam i sigurt, po e di që kam mbaru, po herë ka aty poshtë shkallës pallatit tim. Edhe kanë qenë ndjenja shumë të sinqerta, kupton? Edhe ndjenjat të çaçunave 18 vjeçar, kupton? Që donin të bëshin dikushi, dhe të kishin atë lirinë e vetë dhe të bëshin yje vjetëmi. Beatles shqiptar? Këtë nuk e dinim, faktikisht. Kjo ndodhi pastaj mbas festivalit që na etiketun si Beatlesat, sepse ndoshta edhe veshja, flokët, stili, po. Edhe aq më shumë ne, domethënë, se fillon ajo edhe ti ndihesh domethënë komod kur thonë për shembull si Beatlesat, sepse ne ato i kishim ato pikën e referimit. Jo vetëm ne, po edhe prindrit tanë ose ai rreth që dëgjonte këto. Edhe kështu nisi ky rrugtim, le të themi, kupton, i rit folkut me domethënë si tush sa e shpreh ikë me durën në xhepa, në sensin që kemi bërë një këngë dhe hajde dalim, kupton? Dhe qelloj, si tham, momentin e dur, vendin e dur. Morëm çmimin e parë për grupet e reja dhe aty shpërtheu rit folku, le të themi, dhe kjo pastaj vazhdimësia me këngët e tjera. Është një këngë që vazhdon ju sjell para? Po. Edhe nga klikimet e kam fjalën në YouTube? Nga klikimet pastaj është histori tjetër në sensin e këtu ka problemet pastaj sa ne kemi përdor, sepse edhe rit folku tashmë nuk është se ekziston më. Që të bëjmë diçka, një faqe të rit folkut, po themi, edhe të gjithë to të ardhurat që janë shpërndar në këto dashamirësit që kanë postu, le të kthehen sa edhe nga do ishte mirë. Si tush, po, do ishte mirë, patjetër. Deri në 98-ën të paktën ka patur muzikë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme. Më pas është krijuar një grop e madhe. Shumë e madhe. Që në fakt jemi të njëjtët njerëz. E vërtetë është. Çfarë ndodhi që muzika iku nga ajo muzika e bukur shqiptare, ato tekstet që kishin kuptim, kishin mesazh, kishin fabull brenda, ishin autentik. E vërtetë është. Ishte muzika shqiptare. Unë tani nuk e dalloj më muzikën shqiptare. Jo, nuk jam ekspert e muzikë. Jo, nuk ka të bëjë. Jam gazetare dhe kam qëndrim. Absolutisht, po patjetër. Mendoj që tallavaja nuk më pëlqen, do jem gjithmonë kundër. Dhe nuk do munden të markoj me zor askush. E vërtet, shumë e vërtet, po ti më vjen mirë se pas e shu dhe i vicë, unë them, ke 97-a, sikur ju vu ka pagu për mendimin tim asaj që ndodhe në Shqipëri. Edhe aqe, mu mendoj që është një ndër, jo së është ajo arsye, po është një ndër ato kolpo që i dha, domethënë ne kalum një ekstrem në 90-ën me anijet, me eksodet, edhe mendum që iku kjo val tash i do bëhemi më mirë, me atë inocencën tonë, kupton që do jemi si Evropa, kupton, ndërkohë që ne s'kishim lidhje fare, erdhe 97-a i bëri njerëzit dilnin nga vetja, mos me u zgjat në atë kohë të vështirë, edhe muzika reflektoi, patjetër, reflektojnë me këto ndryshime. Por një ndër, ka shumë arsye, unë mund të them për shumë një arsye tjetër është mos pasmja shtetin ashtu siç duhet ishte shteti me ligjet dhe rregulla, drejtat e autorit, kupton që për ne gjithmonë është ajo pika nevralgjike për ne artistët. Ndërkohë për një tjetër fillon qeshe, po, kupton? Bjerë si i bukur.
Por drejtat e autorit kanë bëjnë ato që ti të ndalesh, të stoposh edhe mos bësh çfarë do ti, në sensin e merr një këngë, sepse në ato vite fillun këngët greke të përktheshin me tekste shqip, nëse imamet. Po. Dhe fillun, domethënë, doli një lloj natyre tjetër, do t'i bim për shkurt, marrim një këngë, e kthejmë me një tekst shqip, edhe me pak dasëm brenda, dhe filloi mori një udhë kjo puna e turbo folkut si fillim. Aty u pa pasaj një ndër. Pasaj ka një arsye tjetër, ndoshta fillon dhe brezat ndryshojnë avash avash, kupton? Mos shkollimi ka të bëjë shumë. Të parit gjërat përciptas, edhe se llogaritë ne kemi qenë i brez që kishim shkollën, librin, filmin, atë pak filozofi që diskutohej në atë kohë, kupton, fillun pra gjërat të lehtësoheshin, të bëheshin më të lehta, t'i bin për shkurt. Kjo është. Pak a shumë them unë. Kur diçka degradon, nuk ka një fajtor të vetëm, bëhen shumë faktorë dhe pasaj në fakt. Që ta mbyll, ndoshta për mua ka faj dhe media. Për mua, si Altin, domethënë, dhe vazhdon të ketë fajin e vet. Domethënë media tashmë dhe politika. S'po hym asaj teme, po flasje për media sepse media është tallava dhe turbo folk. Ajo është e tmerrshme, por media ka në dorë, domethënë në një farë mënyrë edhe ta edukoj publikun. Absolutisht, jam shumë dakord. Kupton, mirë, po dalin ka rruga më e shkurtër që e marrin lekun sot për sot i bin për shkurt. Kupton, ndërkohë që ky kudosh lek mund mirët edhe duke drejtuar edhe çik shihen dhe guston e njerëzve. Kam lexuar Altin para disa kohësh, duhet të jetë një kryeredaktor në një gazetë zviceriane, kam lexuar përmes një kolegu gazetar i shkëlqyer si Enver Robelli, dhe ai kishte botuar një letër të një gazetari, të një kryeredaktori, dhe ai thoshte: "Gazetaria e mirë kushton. Gazetaria e keqe nuk kushton." Po pra. Kështu ndodh edhe me muzikën e mirë, edhe me jetën e mirë, por unë dua po të isha në vendin tënd, domethënë po të isha në vendin e një artisti që ka bërë këngë cilësore, këngë të mira, jam e bindur që do isha vazhdimisht e lënduar. E di si puna apo mira mësohesh edhe unë kam pas këtë problem për hir vërtetës, shumë më përpara, kur pak a shumë kur filloi të degradonte muzika avash avash dhe kur arriti në një moment e kam thënë diku tjetër në fakt që murit me kokë nuk i bie se çan ballin tat. Kështu që në një farë mënyrë ti i bën një hap mbrapa dhe bie dakord me këtë po qym kompromis. Kompromis për sa i përket, gjithmonë flas për sa i përket të qenurit në këtë realitet, kupton? Dy gjëra janë, o rri dhe bëj punën tënde, rezisto ose hik, ose kthej me kokën mbrapa dhe mos dëgjoj më këto zgaravina që na pompojnë ditë për ditë. Unë kam zgjedh të ri në Shqipëri, kupton? Dhe të bëj gjërat e mia ashtu siç unë mendoj dhe ashtu siç unë dua, dhe shqyr Zotit, domethënë e falenderoj Zotin sepse kam bërë gjithmonë gjëra që kam dashur vet. Kupton? Dhe njerëzit vazhdojnë të pëlqejnë ajo grup mosh njerëzish që identifikohet me Altinin. Kupton? Sepse është dhe birës më kapin një herë dhe thonë se po dalim nga i ten tjetër, po më kapin një herë thonë Altin, pse s'po bëni diçka, kupton? Sepse kemi nevojë të identifikohemi edhe ne, kupton? Sepse është një torturë e jashtëzakonshme të ulesh në lokal për mendimin tim gjithmonë. Dhe fillon pompohesh me kësaj lloj muzike që sapo tham, kupton? Dhe unë tash o do ta pi kafen me eks, ose zgjedh të gjej një lokal ku ka një muzikë paktën të mos më shqetësoj, kupton? Që ta pi atë kafet me në hallet e mia për qefin tim. Pra në këtë sens është e vështirë dhe kam bërë një lloj thash kompromisi që do vazhdojmë se edhe sikur të dua jam i pamundur. Është si puna këtyre partive të vogla që duhet të krijojnë frym. Kupton, tash nuk kam një rimendje me kriju frym, kupton? Dhe muzikën e kanë kap kush e kanë kap. Dhe kena marrë gjithmonë, unë mendoj që kemi marrë modelet më të shumtuara. Brezi jon, dhe këtë e them me krenari, do kemi pa gjithmonë nga perëndimi, ku sot duhet të hyjmë në Evropë, kemi pa gjithmonë andej. Ky brezi tanishëm, ose më saktë ato 18 vjeçarët e sotshëm, adoleshentët e sotshëm, nuk e di, dëgjojnë një lloj muzike, domethënë që se gjithmonë njeriu bën ato krahasimet. Çfarë muzikë kemi dëgjuar, kupton? Edhe nuk ndodh në botë kështu.
Unë e kuptoj që edhe muzika në botë nuk është në atë kulmin e vetë, patjetër, po jo në këtë lloj degradimi. Ne kemi një lloj, është pasqyra jonë, me pak fjalë. Është pasqyra jonë. Ajo që ne dëgjojmë, ajo që ne shohim, ajo që zgjedhim, ajo që ndjekim në Instagram, pra janë kudo algoritmet, tregojnë çfarë jemi ne në vërtetë. Po, shumë e vërtetë. Dhe nëse një shoqëri përfaqëson, përqafon një rrymë të caktuar, e cila nuk është cilësore, tregon deri diku për nivelin dhe standardin e saj. Patjetër, pa diskutim. Por unë nuk e kuptoj. Jemi të njëjtët njerëz që e kemi pëlqyer këtë muzikën e mirë dhe të njëjtët njerëz që Shiko, një pjesë e këtyre qeflive, po themi, të muzikës. Nga brezi, gjithmonë nga brezi im, një tërçereku anik jashtë. Pra, një pjesë e moshatarëve të mi i ke në përbot. Unë nuk po them tash që kjo muzikë që bëj unë ose që bëjmë ne ose brezi jon ka qenë më e mira nga të gjithë jo. Nuk e them këtë. Por tash është shumë e vështirë të gjesh për guston time një diçka që të më pëlqejë. Ka, nuk është se s'ka. Kupton? Po dominojnë të tjerat. Dhe kjo për mua është fatkeqësi. Por mendoj që ky është realiteti, ky është niveli që gjërat mirën përciptas, nuk ka thellime dhe këtë tregon kjo. Kupton? Nuk është vetëm muzikë, kështu është edhe në sport, kështu është në fusha tjera tjetër. Kupton? Se muzika nuk duhet ishte përjashtim nga rregulli. Është çështje shihesh muzikore apo është çështje edukimi edhe muzika? Edukimi. Muzikën e mirë mund ta edukojmë. Po, patjetër. Pra ne na pëlqente se na edukohej kjo lloj muzike. Patjetër, do të thotë ne mund kishim pëlqyer një muzikë të dobët nëse do na kishin edukuar. Unë po flas mira për shembull për këngët popullore. Këngët popullore më pëlqejnë mua. Kupton? Më pëlqejnë. Tash ndoshta është me mosh, nuk e di ta them, po mua më kanë pas pëlqyer këngët që ka pas bërë ansambli popullor. Domethënë këngë të kurume dhe të bukura. Dhe të këngë që të këndohen e bukur, kupton? Tash pos nuk u drodh zëri këtu i jashtë mode. Është e vërtetë kjo, kupton? Edhe kam pas oferta dikur, që Altino pse si hyj dasmave, domethënë me idenë me këngë popullore, jo tash se nuk di të dredh zërin. Mirë po... Si mund të këndoje në një dasëm ti në kontekstin si që kërkojnë tani? Duke dredh zërin dhe është e frikshme, për zotin është e frikshme. Edhe ta dredh zërin duhet ta dish, kupton ta dredhësh, jo kështu. Edhe nuk jam pishman, paçka se ato që hyn dasmave po bën para, shtëpia, makina pafund, kurse unë të paktën zgjodha atë timen dhe se ndonjëherë su do të bëj atë përsëris vetën, po ndonjëherë them që ka vënë njëri pistoleta nga mbrapa të këndoj këtë ose atë sepse duhet. Unë bëj atë që kam qejf të bëj. Dhe kënaqësia më beso shumë herë më e madhe se sa një që do ta bësh për hall. Një këngë që do ta kënosh për hall dhe jo një, po gjithë karrierë do të shkoj për hall sepse do kënosh çdo lloj këngësh. Domethënë do të bësh atë si thosh dallimin midis lekut primar apo dhe kënaqësisë shpirtërore. Unë jam mundu gjithmonë. Jo se s'kam nevojë për lekë, po jam mundu që të gjej një lloj të mesme që të kem dhe të ardhura, po gjithmonë mos shkel mbi ato parimet idiote në thonjza të mia, kupton që për fat mirë më kanë hec për hir vërtetës. Sepse në fakt parat janë të rëndësishme për gjithë, nuk ka asnjë dyshim. Pa diskutim. Por nuk përqafohemi dhe nuk entuziazmohemi dhe s'na japin adrenalin. As muret e shtëpisë, as makinat e shtrenjta. Në fund fare kam parë njerëz shumë të pasur që jo ambientohen, po as nuk u hyn në sy dhe kërkojnë pastaj lumturinë dhe shkojnë meditojnë. E vërtetë. Aty përfundojnë, po. E vërtetë, shumë e vërtetë. Ku jeton Tiranë? Si lagje? Apo si në ke komuna Parisit, ke zonë ke komuna Parisit, në apartament. Jam një VIP i zakonshëm. Se këto nëse është histori tjetër. Kjo jetojnë ke komuna Parisit. Domethënë kam jetuar gjithmonë në zonën e Tiranës së Re. Aty kam lindur ke pallatet pranë Gardës, tu afër liçenit, u spostova afër Petroninit, dhe tash destinacioni i tretë është ke komuna Parisit. Ti je djalë Tirane. Po. Unë nuk kisha shumë informacion për jetën tënde personale. Përveç fakti që ke patur atë një partnere me cilën ke patur një lidhje të gjatë, jeni martuar, keni dy vajza, e di, dhe ajo është me flok të gjatë.
të drejta apo më shfiksuar mua? Shiko, Irena E kam parasysh ka pas fytyrën e Irenës. ndryshime modelesh, domethënë nga të shkurta deri ke të mesmit po e quajmë. Unë do e kem parë në një moment me flokë të gjatë. Ndoshta. Okej. Po ChatGPT-a? Se jemi. Unë futa në ChatGPT. Më tregon për Altin Gocin. I dhash 2-3 indikacione, direktiva. Edhe më thaj që babai yt ka qenë pedagog i anglishtes në Akademinë e Arteve, ndërsa dashurinë për muzikën ta ka ushqyer nëna jote. E vërtet është, shumë e vërtet. Pa ChatGPT patjetër. Atëherë babi ka qenë pedagog anglishte, si thatë ju, ke Akademia e Arteve dhe ke Instituti Fiskulturës, në 2 fakultete bashkë. Dhe ka fut atë dashurinë e të qenurit britanik, po qëjmë, ose anglez, meri si doni, duke mësu që janë gentlemanët, Englishman, kur pijet qaj, do më thënë këto, ka qenë koha jonë, koha essentialave, kur mëso, Dhe do në kjo muzika, letemi muzika britanike, do në aty ka qenë ndër këto shtysat nga babi, letemi. Kurse mami ka pas vesh për muzikë shumë. Po, ka pas vesh edhe ritmik dhe melodik. Në kur mbate një ritëm ose edhe kur këndonte. Këto këngët për shumë Tanita Takes ose brezit atërshëm, këndon, ose pasaj qaj mund të ishin shumë ca këngë italiane që ishin shumë në nënzë, le të themi. Edhe si duket çdo gjë është genetike. Këndon, unë mora pasionin e atyre. Edhe këto në një farë mënyrë, jo në një farë mënyrë, po këto më shtym edhe më futën në shkollë muzike për violinë. Ku bëra 4 vjet, dhe pasaj e lash violinën, shkova në Kënjimdje Tanari, këtu Proke Tirana Re, edhe qefi kisha gjithmonë të këndoja. Ndjesha domethënë që kisha shumë vesh, edhe nga violina, po pasaj se fillon praktikohet veshi, gjithçka. Edhe një harmonik, kam pas një harmonik, babi biles me atë vetën i biten nga pak harmonikës. Edhe më dukte gjëra çuditshme. Fillova edhe me vesh, duke los me vesh, fillova ta mësoj harmonikën avash avash. Edhe po që më hyri në punë pasaj 91-shin kupton. Te këndërroj, harmonika ka qenë një objekt shumë identifikues. Po, ka qenë një Hochner Gjermane, e majmen ka pas atë drurin, ka pas kuq, e vjetër, edhe kujtohet që nuk ishim stand, shumë bajtëse për harmonikën. Edhe nuk e mbajmë këtë tash të gënjej, dikush i tha mami duhet që më bënte një diçka kështu, edhe improvizojmë një lloj teli trash, që vinte kështu, vinte në formë uje dhe kështu. Edhe atë do nda futse çik me vështirësi edhe larg qoftë mund të lëvizë një herë, e kupton? Edhe kështu ka qenë edhe nga ato gjërat e vetme që më kanë ngel nga ndërroj, nga festivali, ka qenë e kam këtë. Edhe them që kur të plagën do ta nxjerr në ankant. Me siguri do të ketë fansa. Shaka. Po e kam atë e kam. Harmonikën për fakt keq më ka humb, po atë e kam domethënë. Okej. Harmonika më ka humb, nuk e di, po atë telin e kam domethënë. Është si këto, ke parasysh kur ti gjen në një diçka të kohës neandertalit. Kështu ka ngel ajo, kupton? Që një brezi tanishëm do shohë dhe thotë çapo bë, kupton? Nuk ish komendje. Po kështu kanë qenë kushtet atëherë. Nuk i ke prindrit? Nuk jetojnë më? Prindrit ja. Mami më ka lënë 2012-ën, kurse babi tani vonë 2021-shin. Edhe si e përballuar me dhimbjen e mungesës tyre? Patjetër, ajo është diçka që edhe kur kam mësuar për herë të parë, domethënë, mami fundi nga smundje e keqe. Sikur më tavanin kokë. Pastaj fillova të ambientohesha, edhe paçka se njeriu nuk është se ka veten dorë asnjëherë, po që ai që dhimbje e madhe patjetër, është diçka sikur te që të thua nga gishti, domethënë, është diçka jote e brendshme.
të njëjtën gjë edhe me babin më vonë. Por duke qenë kështu edhe besimtar, se besojnë në Zot, them gjithmonë që i ka marrë Zoti. Njerëzit ndoshta njerëzit e mirë, njerëzit që i do, i ka marrë Zoti, të paktën them që falni, janë atje. Edhe nga kjo anë, domethënë, tash në një lloj mënyrë kam gjetur një lloj paqe me veten time. Edhe shqyr që ekzistojnë to teknologjia edhe që kemi foto, biles shoh edhe është një aplikacion që kam nevojë, po dua ta marr për që kthen këto fotot e vjetra në movie që i lëviz domethënë. Pa çka se kam, kupton, edhe thjesht nga që kam qejf mirë çik edhe me këto me celulari shumë këto aplikacionet edhe i kujtoj shpesh domethënë kur kam qenë më i ri, kuptoj që në herë edhe gjërat i kam marrë çik pak më lehtë patjetër. Se nuk i din këto se janë brezi vjetër, kupton, por kur fillon bësh print pasaj i kupton shumë mirë gjërat, domethënë që ti fillon avash merr dhe ato huqet po themi të mamit dhe të babit, edhe ja transmeton fëmijëve. Po njëkohësisht edhe edukatën, ashtu siç më ka rit ato, jam mundu t'i edukoj edhe fëmijët e mi. Dhe shkon si thosh në mënyrë shumë natyrshme kjo si patjetër pa diskutim, sepse edhe po largohem që nga tema, po edhe në lidhje me fëmijët patjetër që edhe ne jemi updateuar pa diskutime me kohën e sotshme, me mënyrën e cjellurit. Si ne kemi qenë një brez tjetër, këto janë një brez tjetër, po që për mua domethënë familja është kryesorja. Tashti kjo është jeta, sot jemi nesër s'jemi, kupton? Po është një shprehje popullit që thonë tikim gjithë me radhë, kupton? Ti shijojmë domethënë edhe fëmijët, edhe kemi lënë gjëra të mira në këtë jetë, ashtu siç la edhe mamë me babin. Dhe të paktën shqyr Zotit që nuk është se kam pishmallëqe që ti kem shkaktuar dhimbje, se kam qenë një fëmijë relativisht i urtë. Në sensin jo kështu problematik. Që kur të she, edhe në pamje, nuk ke pamje në një djali që mund kesh qenë trazovaç mi stres, problematik. Jo, jam shumë, kam humorin, ndoshta i kam gjatë gjyshit pasi po të shkoj më thellë, po që në adoleshenca jon ka qenë vitet 90 ku hyri droga me, domethënë me atë paditurinë tonë, hyri pa e kuptuar në shoqërinë tonë. Edhe ke patur miq që kam pas shumë miq. Kanë krijuar varësi edhe? Kam pas miq që krijuan varësi, kam pas miq që ikën nga kjo jetë. Kemi kaluar një periudhë të keqe relativisht, edhe fati nuk e di, po që na mbrojti Zoti. Edhe dikë e kapi pa dashje, dikë me dashje, po arritëm bjetonim realisht, dhe se tash në këtë kohë edhe koshijencë ç'a bën, kupton? Në atë kohën tonë ka qenë kohë një ignorancë, nuk e dini, ishte thjesht ajo për të munges informacioni, edhe ishte ajo për të qenurit ndryshe nga të tjerët, kupton, snob. Modern. Dhe e vetmja gjë që për të qenë modern dhe snob, na ngeli cigaria. Më ngeli cigaria më sa, kupton? Këto gjërat e tjera ose alkooli nga pak që ishim qenë dukeshim që kështu, si burrat ndej. Po që deri këtu, kupton, edhe do dalë kjo domun që nuk i kam kriju shqetësime, po themi, se këto janë halle tjera pasaj, domethënë. Shumë të mëdha. Reflekton dhe pasaj kur ty të ikin prindërit, ti fillon mendon i bën një retrospektiv jetës tande, thu kam mërzit për këtë, kam bërë për këtë, si bëra kështu, ta kisha bërë kështu, kupton? Fillon mendon me ti nuk je dorëzuar vesit në atë kohë sepse ke qenë djalë i mirë, sepse prindrit e tu kanë qenë shumë të vëmendshëm ndaj teje, apo ke qenë ti njeri me atë lloj edukimi dhe që ke ditur se sado Zoti të mbron, po Zoti i do të gjithë krijesat e veta. Nuk di të ta them tamam, sepse ka pas dhe njerëz që kanë pas familje të mira. Çuna që kanë pas familje të mira. Ku diun edukata ndoshta, unë këmbgul gjithmonë ke familja, patjetër, edukata. Po edhe besimi në Zot, patjetër. Edhe të qenurit dhe pak të zgjuar, i leqar, për hir të vërtetës. Mbaj mend se ne kemi qenë çuna bordurash. Djemtë e bordurave, po. Edhe s'kemi lënë bordur pa ul, pa pastru në bulevard. Edhe na ngjitsin gjithmonë lloj grupe shoqërore, kupton, aq më shumë se edhe na njihshin.
tashmë, kupton, ishim ishim rrit folk, kupton, dhe kishin qef edhe të rishin me ne. Mirë, po lumi sillte shumë prurje, kupton. Edhe ishte vështirë të ndashe, domethënë, se mund ishin çuna shumë barin e mirë me barin e keq. Edhe gjithmonë kemi pas bë pak kështu dalje me lezet, kupton, iku ky vend, hajde kapim një bordur tjetër, kupton. Derisa u stabilizuam, pastaj ke një kios që kishim si vendin tonë, le të themi. Çfarë ke nga ajo kohë më shumë nostalgji? Kur e kujton? Unë jam shumë nostalgjike e viteve 90. Jashtëzakonisht e kam thënë edhe herë tjera. Domethënë përveç këtyre halleve dhe sikleteve, shumë e vërtet kjo. Po unë them që kemi qenë shoqëri e pastër, ku leku nuk ka qenë primar, edhe kur... Edhe nuk e kishin fare. Nuk e kishin fare, absolutisht. Mezi gjenim veshje. Është e vërtet. Ç'kishim i sajonim, kupton, edhe hajde. Edhe kur kishim qefi vajzë, përpiqeshim, lodheshim pak. Edhe ja vlente mundi fundit, kupton, kishte i kuptim. Tash ky brez i sotshëm jo se du të bëj luftë brezash absolutisht, po e kanë çdo lloj gjëje tash kështu tulur në automatike, robotike, mua më vjen me keq, mesazhe ata janë viktima të kohës. Domethënë nuk kam ndjenjë me pak fjalë. Nuk kam ndjenjë. Ndjenja nuk ekziston më dhe kjo për mua është gjë kryesore e njeriu, domethënë që ndan atë si thosh të qenurit interaktiv ose aktiv. Ose të qenurit, nuk di të qej fjalën e dur, ball për ball, për ta kuptuar tjetrin, për t'i kuptuar gjuhën e trupit, gjuhën e syve, atë dridhjen e buzës. Këtu çdo lloj gjëje tash është, domethënë në mënyrë elektronike dhe nuk është brez tjetër, Është pak e frikshme, po shpresoj që dashuria dhe ndjenja të mbetet në forma të ndryshme. Ka ndjehet një lloj mpirje e brezit të ri, por unë nuk dua të dalim ndoshta në konstatime. Unë shpresoj që gjërat të jenë. Unë kam psikeqardë për brezin dhe shpresoj të ndryshoj kjo, sepse dalim ke kjo teknologjia që ka të mirat e veta pa diskutim. Ke ChatGPT-a, ke AI, ke këto që hyn derkën në mjeksi për të kuruar ato gjëra që nuk shkon dora njeriu. Dhe kjo është një rritje e jashtëzakonshme. Po ka dhe problemet e tjera, kupton? Dhe janë dy ekstreme. Një për të mirën e njerëzimit po e quajmë. Kupton? Dhe një tjetër domethënë për këtë pasivitetin e për të keqen e njeriu. Njëra është për të mirën e njerëzimit, tjetra për të mirën e mos flas pasaj për zanatin, për muzikën, po. Ndoshta në herë tjetër, po, se më kujtu ma thoshte shoku im, kishte lexuar një artikull për një producente në Australi, që thoshte kur doli AI, thoshte u gëzova shumë, u kënaqa shumë, thoshte sepse mendova me idenë që unë do mirë me idenë e robotit, unë do mirë me muzikë, AI robot do bëj punë të shtëpisë. Kupton? Mirë po doli ta e kundërta, që unë po bëj punë të shtëpisë, AI po bën muzikë. Inteligjenta artificiale po bën muzikë. Domethënë këto janë ato sepse bëhet i diçka mekanike. Dhe unë vazhdoj të jem ajo old school, po s'pati njeriu ndjenjën dhe pasionin dhe atë tingullin që ta ndjej kur ajo kitarja ose ai zëri të çirret. Sa do të përpiqesh, okay, bukur është, po që deli diçka sintetike mendoj. Ti ke dy vajza, je baba i dy vajzave? Po. ChatGPT-ja ma tha dhe këtë. Por nuk më tha asgjë për vajzat. Mund të marr telefon se ta thosha direkt. Unë nuk pyes të ftuarin. Më takon. Okej. Unë i pyes këtu. Okej, dakor. Po kam dy vajza, Klon, të madhen e kam mbush 18 vjeç tani. Sa ti kur këndove ëndrroj? Po, fiks fare, kurse Hana e vogla është 11 e ca, diçka e tillë. Sa çisha unë kur këndove ti ëndrroj? Po, rastësi, nuk ka mundësi. Vazhdojnë rastësit. Edhe janë fruti i dashurisë time me Irenën. Domethënë janë tashmë janë rritur, po i kam të dyja shumë të mira. Kloa e madhja është për tash është bërë zënjush, është bërë shoqe. Ç'kemi i ndaj me njëri tjetrin, mund pimi kafe bashkë me Kloën për çaj hall biles. Ka argumentin dhe si forcën e argumentit e ka të pikën e saj të më të fortë. Hana është akoma fëmijë, është klasë 5, është melozonjare. Siç janë të dytët zakonisht. Siç janë të dytët. Më të përkëdhelur. Kloa është korrekte dhe në shkollë është absolute.
Bravo. Kurse Hana tash i ka filluar në atë të ndjeki rrugën e të motrës, e ka bë ajo setra, po që janë edhe ajo në rrugën e duhur. Domethënë jam shumë i kënaqur, me thënë drejtën. Tash janë kroat është moshën delikate në sensin e adolescent. Nisin dhe ato ndjenja. Po, patjetër. Kështu që nisin dhe kene, avash do fillojnë dhe ato të menduarit ndryshe, si çdo lloj etape e jetës, kupton? Ke atë merakun e të gjithë baballarëve, përfshi këtu dhe kolegun tënd Robbie Williams që i bëri të këngë vajzës dhe kishte merak për atë të dashurin. Ai merak ekziston që do takonte. Që ku ka lind, si Kloa, po edhe që ku lindi edhe Hana, domethënë ai merak i vazhdueshëm që s'ka për t'ik një herë. Si nduket është ajo xhelozia e babit patjetër. Jo se ka mami, po patjetër që xhelozia e babit. Mirë, po kjo është jeta. Me Irenën më pëlqen ky raporti i gjatë. Unë e them gjithmonë, do ta them prapë. E kam thënë në koncert, Irena është muza ime. Është një dashuri e hershme, jemi njoft të rinj shumë. Sa vjeç? No comment. Më thuaj. Jemi njoft domethënë gati 20 vjeç. Okej. Edhe ne ngacmojmë se themi sikur kemi lind bashkë, më shumë kemi tash më shumë kemi bashkë se sa ç'kemi qenë veç. Po. Mirë, po është një dashuri që unë vazhdoj të jemi dashur me Irenën. Edhe ajo me mua dhe është një dashuri që është rrit dita ditës dhe ka marrë forma të ndryshme, po që është si puna saj lules që do të visësh për ditë. Jo thjesht ta kesh në vazë dhe ta lesh. Dhe ne këtë jemi përpjek të bëjmë, domethënë. Dhe gjithmonë mendoj që kur ka dashuri, mirëkuptim, superohen çdo lloj sfide. Martesa është një dashuri e përditshme apo një punë e përditshme apo kombinimi të dyjave? Martesa është një përgjithësi. Okej. Është një përgjithësi që do të japësh dhe do të marrësh. Do të jesh tolerant me njëri tjetrin. Dhe mbi të gjitha, unë nuk e quaj dot thjesht martesë, sepse ne martu se duhet martohesh. Ne kemi pasi bashkëtesë të gjatë, nuk po them si kjo bashkëtesa sotshme që ti merr shtëpi me qera. Flas bashkëtesë në sensin që rini bashkë. E kemi marrë gjërat shumë avash. Mbasi e njoftëm mirë njëri tjetrin, pastaj mendum Sa vite e qëndruat të lidhur pa u martuar? Pa u feju kemi në 6 vjet, ndoshta. Pastaj mbasi u fejum, kalon dhe 5 vjet tjera, ndoshta pastaj u martuam. Ne kemi marrë gjërat shumë ngadalë. Ka qenë e të dyve? E të dyve, po. Absolutisht zgjedhja e njërit. Thjesht na ka ardhur shumë natyrshëm. Dhe unë them që çelësi i marrëdhënies time me Irenën ose Irenës me mua ka qenë kimia dhe pasioni. Domethënë ai një çift po spati kimi dhe pasion është kot që rin bashkë, domethënë me njëri tjetrin. Dhe ne kjo na ka mbajtur, kupton? Dhe ne sot e kësaj dite ne vazhdojmë akoma ta përgëdelim njëri tjetrin, të rrim si shok me njëri tjetrin, të flasim aty kur duhet, si të mëdhenj me njëri tjetrin dhe aty kur e shohim ndoshta ashtu si dhe si adoleshent me njëri tjetrin. Të dashur. Pra, është një raport me ngjyra, le të themi. Është një raport me ngjyra i larmishëm dhe kjo mendoj unë që e bën gjithmonë më të bukur atë gjatësinë. Si futesh në shtëpi kur kthehesh në shtëpi? Je njëri i qeshur, i dashur, shkoni puth njerëzit? Në përgjithësi po. Unë kur gjej fëmijët, ato hapin derën të parët, se Irena vjen çik më vonë në punë, domethënë këto mungesa puthjeve nuk ka. Nuk ka mungesë puthjesh më saktë. Ka dhe momente pasaj, tash pse të gënjej, pse të bëhet njeriu ideal. Ka momente që mund vishte me nerva, po në përgjithësi këtë haj-bajën e parë e kam, patjetër, pa diskutim. Ke raport me shtëpinë, je njeri që ke nevojë të rish në shtëpi për shkaket e të jetës që ke në klube, në... Unë shtëpia më pëlqen shumë, me thënë drejtën. Sidomos në dimër. Nuk jam ndoshta i vetmi, po më pëlqen ajo ngrohtësia brenda në shtëpi. Edhe halli më nxjerr, më thonë që do të ikim punë. Dhe në dimër është e tmerrshme, kupton? Kur ti ke zënë rehat dhe e ngrohtë, do të çosh, ti kesh të argëtosh të tjerë. Po që si është ajo, këtë zgjidhje kemi bërë.
vetë puna më ka bërë domethënë që nga që kam pas punu kryesisht natën, ditën e kam pas më të ngjeshme. Edhe kam pas mundësi të mirë edhe me fëmijët. Që të merresh me ta. Po, të mirë me fëmijët, po, kur kanë qenë kopësht, ja marrë shumë me klon, kur ka qenë e çosha në kopësh, e misha nga kopshi, rishim bashk. Edhe me Hanën, sidomos për saj Hanën e kam mbajt një vit e ca. E mbajta vetë si thosh, kupton. Mirëna më dha ato drejtimin se si duhet bo paluzja, ushqimi, edhe si duhet ndru pelenat, edhe s'kishe kënaqësi më të bukur. Edhe kur nisa punë, pastaj nisa i punë shtetit dikur, u mërzita shumë. U mërzita shumë se isha lidhë shumë. Dohet ndroje pelena ti? Dohet rria me gocën. Dohet rria me fëmijët e tu? Me fëmijën, domethënë edhe gjithë kjo domethënë që i kam shiju fëmijët sa kam pas mundësi jashtëmase, kur kanë qenë të vegjël. Dhe vazhdoj të shijoj, po sidomos kur kanë qenë të vogla të dyja, domethënë i kam shiju në 200%. Dhe me siguri kjo ka krijuar dhe një bond më të mirë mes jush. Patjetër, pa diskutim. Të ftojnë tani shumë në aktivitete, në festa familjare njerëzit? Po, kemi edhe këto festat private, si në rastin konkret, ku ka jo vetëm 45 vjeçare, ka dhe 50, edhe maksimumi ke 60 që kam shku në fest. Ashtu si që kam shku dhe ke 30 që ndoshta, ke aq, 30 vjeçi. Këto kanë qenë dy ato ekstremet e mia. Të ftojnë në për këto martesa, ditëlindje. në dasma? Kurse në dasma po, patjetër, po me bukur është se sikur ka fillu tash ke këto rimartesat. Pse po rimartohen Po, njerëzit? tash ka dalë shumë si modë, tonë edhe në një farë mënyrë më ka rastis një 3-4 shumë rimartesa që si janë bërë si të shu, edhe këngëtari martesash, po që Njerëzit po martohen nga 2-3 herë. Po. Gjë e bukur, me thënë drejtën, shumë gjë e bukur. Ne s'dim Unë me kismet, unë kam qenë dhe unë të rimartohem dhe herë, ta bëj e kështu ndryshe kësa radhe me fëmijët. Po, kjo janë gjithmonë me kismet, nuk është se kemi një gjë konkrete ose ta kemi vendosë. Po Irena e di këtë gjë apo e the këtu? Jo, e di. E di, e kemi diskutu, po edhe këto sikur të fusin çik fitilin këto rimartesa që kam qenë, kupton, them sa i bukur i doli filani, kupton, me fëmijët, me edhe i brezi pjek. Gjithë tash, kupton, qefin e bëjnë ndryshe, patjetër, pa diskutim. Shion ndryshe martesa. Po kjo, një të ardhme ndoshta më vonë, se kam iden, po që ne mendoj një herë kështu, si ide, nuk është. Altin Goci ka ndërmend të rimartohet si gjithmonë me të njëjtën grua me dashurinë e jetës, Irena. Theksoje këtë. E theksova? E theksoj, po. Po edhe këto rimartesat, po, ku kam shku ndonë, kanë qenë me të njëjtën. Dashuri e suksesshme, nuk është pak. Unë them që po, dhe ja kemi arrit. Nuk është e lehtë, po thash është thash si puna sa i lule si duhet të ujitë për ditë, ose si një pemë, tashmë nga një fidan është bërë pemë. Ka qelë frytet e veta. Është një sakura, është një qershi. Është e vërtet. Nuk ka si gjithë for granted, më vjen gjithmonë si shprehje. Pa, e për të mirë qenë. Pa, për të mirë qenë. Duhet patjetër të investosh. Çfarë është një tipar njerëzor që ti nuk e pëlqen, e refuzon kategorikisht përveç ignorancës? Sa duhet të thoja? Përveç ignorancës. E kisha fjalën më shumë te arroganca. një. Edhe arroganca. Më shkatron. Ose të qenurit narcist. Që i pëlqen vetja deri në një pikë që këto më ngjallin bezdi. Po deri këtu, kupton, më ngjallin bezdi. Diçka që e vlerëson gjithmonë. Një parim, një tipar. Mund të më pëlqente sinqeriteti. Vetë e mbaj veten për njëri për shumë të sinqert, po në njerë që edhe s'di shumë të gënjej. Më pëlqen t'i them gjërat ashtu siç i mendoj në njerë. Edhe atë kur përpiqem nga njëri herë më del gënjeshtra. S'di të aktoroj shumë, nuk jam aktor shumë i mirë. Edhe ndoshta sinqeriteti më pëlqen të qenurit i përullur. Kjo më pëlqen shumë si vlerë. Do me thënë, jemi kush jemi, në fund fare jemi njerëz, ti qofsh me jetë mund t'jesh kryeministër, mund t'jesh avokat, mund t'jesh bankier, mund t'jesh gjithë shka, mund t'kesh lek pa fund një njeri, edhe njeri po që i përull,
është njeri mbi të gjitha, nuk është kafsh. Kjo është pak a shumë, sepse shoh edhe këtë fotullëku që në përgjithësi na karakterizon ne, ose njerëzit që janë bërë me pushtet, me para, domethënë edhe mundon të shohin njerëzit nga lart, kupton? Mirë, por kur bin në një hall, kur bin në një diçka, domethënë kupton që shumë vonë për të rikap atë të qenurit njeri, mendoj. Para them njeriu duhet të jetë i përulur, edhe është një marrëdhënie që duhet të jetë një marrëdhënie njerëzore shumë normale, shumë reciproke. Aty kur është për ta ul kokën do ta ulësh. Aty kur për ta çuar do ta çosh. Jo ti je gjithmonë arrogant. Para them arroganca, ajo narcisizmi, fotullëku më krijojnë bezi. Më pëlqen të flas me të ftuarit e këtij podcasti për lumturinë. Është definicioni vështirë, por jo i pamundur, sepse lumturia ndonjëherë është tek gjërat e vogla, tek gjërat që ne i marrim for granted, siç thot Altin Koci. Dhe në momentin që si kemi, themi po të kemi atë, edhe ato jemi një më të lumturit e kësaj bote. Njeriu kryesisht është egoist dhe nuk është shumë i vetëdijshëm se sa mirë është kur ka shëndetin, kur është gjallë, kur është duke bërë punën që do. Në këtë pikë kam arrit kur vdiqi me më. Aty kuptova domethënë që çdo lloj gjëje është idiotësi në këtë botë. Të mërziturit, të kërkuarit të bësh sklav i lekut, i thashëthemeve, i diçka pa çka, këtë e theksoj që nuk janë perfekt. Se është natyra njerëzore që haron njeriu. Është natyra njerëzore që njeriu gjithmonë haron. Ma thuaj një defekt Ëndin. Defektimin jam bërë çik portac. Ta thash, nuk i lej gjërat që të vinë vetë. Ndoshta duhet edhe të jem pak më ngulmus, më këmbgulës. Po që kam defekte, kam sa dush. Marr një herë kot. E çoj një herë zërin, kupton, ndoshta edhe nga që po që si imagjinoja që je njeri që çon zërin edhe flet. Po jam me mishe me shpirt jemi pa diskutim. Po që mundohem të jem një herë i rrept në kalamajt, po dhe s'mecën shumë një herë se deri diku. Të njohin mirë dhe ato. Duhet me ndryshu me stilin e kam ndryshu më saktë. Stilin e të folurit të riq lesho, domethënë me pak fjalë. Me pak fjalë, po që patjetër, pa diskutim që zgjohem herët për të fëmijët të shkollë nga ora 7:05 qerek. Mirë, po desha me dalë ky defekti, vdes për gjumë, mbaroj. Të vdesësh për gjumë nuk është defekt. Është një shoku im thoshte njerëzit s'po flen dot tashmë. Një shoku im thoshte unë kam zili. Kam lek, du të blej gjumë. Ku është? Kupton? E di çfarë ndjesie më dhe sot nga kjo bisedë, që ato tekstet e këngëve të tua nuk janë rastësisht ashtu se ngjajnë shumë me temperamentin tënd. Jam treguar në një farë mënyrë racional. Të di të gjej gjithmonë një lloj të mesme, kupton? Edhe për karrierën time, ka qenë një periudhë që e lash, jo se lash masdore, kupton, po që u dedikova edhe fëmijëve më saktë, kupton. Edhe gjithmonë nuk është tash se kam pa gjithmonë primare veten time. Nuk e kam pa primare veten time për sa i përket këngëve, klipeve, gjërave, kupton. Gjithmonë kam pas pa familjen të parë, dhe këtë e kam kështu shumë të shenjtë, kupton. Tash çfarë bëj një diçka ose edhe koncertin, gjeta më në fund momentin, kam vite që e menoj, du t'japi koncert. Dhe më në fund, ajo shtytja ishte Irena që do t'a bësh. Kupton, tash s'ma më ujë pilafi. Edhe kështu ndodhi, u bë se bep Irena që i hym detin këmbë, po që më thonin se është e vështirë, po njerëzit që na duan, ndonjëherë din të na duan ne më mirë se ç'dim ne duan veten. Është e vërtetë kjo. Është e vërtetë se na shohin ca pika që ne nuk i dallojmë dot. Por unë vlerësova një gjë që the Altin, që nuk e kam parë gjithmonë primar veten time, po ka patur momente, periudha, kapituj që ja kam dedikuar familjes. Se jetojmë gjithashtu në një kohë ku vetja është kryefjalë. Pra të gjithë flasin për veten, se si të jemi mirë me veten, se mendo për veten, dhe është shumë mirë, se veten kemi në këtë botë. Po jo me ekstrem. Por nuk mund të kemi
vetëm veten, se me veten pastaj jemi vetëm ne dhe nuk ka të tjerë. Njeriu duhet sakrifikoj edhe veten për njerëzit e dashur, për qëllimet e veta, për një këngë, për një intervistë, për një punë, për një ëndër. Duhet ndarë, dashuria, ndjenja, raportet njerëzore duhet ndarë me jo nëpërmjet vetëm rrjeteve sociale, kupton se jemi bërë si mekanizma që të gishin e kemi kështu për gjithë shka, kupton? Jemi e shtrëmbruar, shive. Ndërkohë që kjo drejta, kjo rrahja e zemrës, si u ka dalë në plan dytë. Unë vazhdoj ta them edhe me krenari dhe s'ma ndjen fare se unë edhe rrjetet sociale, me qëra fjale, nuk është se kam një marrëdhënie shumë të mirë, përmbushje e keqe domosdoshme, patjetër, sepse është marketing, funit. Mirë po që me Covidin, hoqa dorë, që shifshim në dhe lajme që lloj gjërash, dhe tash shqyr algoritmi më kap vetëm to që unë i kam dhënë like sportit, si tifoz i Liverpoolit, dhe më jep kryesisht për këto kam gjetë dhe ca faqe për eksperiment që bën me kafshët, duke knu kafshëve dhe mblidhen kafshët. Është shumë interesant. E ajo ideja ta dush kafshën, kupton se dhe kafshat jep dashuri. Edhe aq më pëlqejnë dhe shoh paktën ato pak momente që shoh, domun shoh gjëra që më pëlqejnë, kupton, që duhet se pastaj kur fillojnë këto që hyn edhe këto sponsorat suggest, kupton, me fushatat e me këto lloj budalliqesh, aty e mbyll pas telefonin. Dhe bën shumë mirë dhe unë e them gjithmonë këtë që në fakt ne kemi në dorë t'i bëjmë disa zgjedhje. Patjetër. Nuk mund të silemi si viktima të internetit. Ne zgjedhim ose shohim diçka, i vëmë kufirin te thana dhe nuk na del. Është shumë e vërtetë. Ne nuk mund të rrim aty dhe themi kjo ndodhi tani edhe sa viktim që jam. Të paktën këtë e kemi në dorë, në një farë mënyre. Deri diku. Deri diku po, e kemi në dorë, pa diskutim. Që kur kam ardhur tek Piramida, sepse aty ku e regjistroj podcastin, kemi patur vazhdimisht atë kitarën aty, që nuk e kemi vënë si pjesë e skenografisë. Edhe bukur është. Se nuk është se... Mundëm? Ti s'duhet marrësh leje për kitarën. E bukur është se kudo ku shkoj, domethënë, ja, më ndodhi prap. Më ndodh prap që të kem më del kështu si hije kjo kitara gjithmonë, kupton? Shkoj në ambient, thon fap del një kitare ose thot njëri do kënosh një gjë, kupton? E kam çdo lloj gjë të lidhur me profesionin dhe shqyr nga kjo. Lumë si ti. Qika pak e çakordume? Si koha që jetojmë? Por ne do ta rregulojmë. Po t'ishte kaq është mirë, se ka dhe më çakordume. Ku diun, se di. Është çakordume? Ne, deri diku është mirë. Fakt, unë ke koncerti që bëra në 2023-in, publikova 5 këngë të reja. Edhe bëra një lloj zgjedhje ndryshe nga që bëhet në përgjithësi që regjistrojnë këngët albumit, del albumi, pastaj ti bën koncert. Unë bëra ndryshe, i bëra live për herë të parë. I ndava me miqt, me ata që kishin ardhur në koncert, edhe ne ishin kështu me një dhe respekti faktikisht për biletat që kishin dhe ftesat që kishin marrë. Edhe ka qenë një mbrëmje shumë e bukur, edhe mbi të gjitha pash domethënë atë kënaqësinë dhe dashamirësinë dhe kurreshtin që kishin ky brezi që po themi ne, që dolën nga tunelet, kështu i them, ose nga undergroundi, sepse kisha kohë që kisha pa një pjesë të mirë të gjeneratës sime. Po që i mbledhin këto si lloj ambiente, si lloj sebepesh. Edhe pati goxha feedback të mirë. Mirë po, vjen prej larg vlladi për gëdhelës, më sjell pranë teje, s'di se si. Si një mirazh ngrohtësien, sa më shumë afro e maq, më larg riti. Tararam, 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 tararararam. Etj, kjo është me kitarën në fakt. Mirë po, kuptohet, kjo është sa për një kështu, për të bërë diçka ndryshe me akustike, sepse është tjetër atmosferë kjo këngë në fakt. Është ndër këngët që unë kam
me shumë qef, drejteje titullohet, edhe kam qef t'i bëj dhe një klip, po themi, jo me këto klipet e çuditshme, shpezimet e mdhaja, po që duhet të bëj diçka kështu, jo modeste, po sipas asaj, gjithmonë sipas asaj. E thënë kështu popullor që radake sime, domethënë sepse jam gjithmonë i fokusuar ke të gjëra që më pëlqejnë si thosh. Okej. Baraka Production mund të ta bëj klipin. Seriozisht? Po patjetër. Shumë më le pa fjalë, falenderojash mase. Se tash ma ktheu Mira surprizën. Siç e bëra unë, ndoshta tash Mira ma la kështu. Shumë faleminderit. Mira, faleminderit shumë edhe janë pak njerëzit që nuk thot kot populli, hidhe në det dhe gjeje në krip. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po artistët si ti e meritojnë. Rafsh, faleminderit shumë edhe nuk di mlat pa fjalë, sinqerisht. Faleminderit ty Altin Goci dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit dhe doja se na kaloj ajo e ditëlindjes time. E ditëlindjes, okay. Po s'po mbaron ditëlindja. Jo, do ta mbyll me aty ku filloi, domethënë kur më morja Njeza në telefon. Më tha... S'ma ka treguar ende çfarë të ka thënë. Ja, do ta them unë. Morja Njeza në telefon dhe më tha, shoqja jon, tha Mira Kazhani, tha e njeh po, tash e njoh, thash mua beskam, po e njoh tash si gazetare. Shoqja jonë ngushta e imja ta dhe Imbëls. Edhe tha, dum t'i bëjmë të dy ata një surprizë, dum ta lumturojmë. Edhe thash, patjetër, thash, që do ta bëjmë se s'bën. Edhe lam këto. Dhe unë do të thoya domethënë se tha, ka kalu çka ka kalu, tha, tu ta shohim lumtur. Dhe unë nuk ka kënaqësi më të madhe kur e lumturon tjetrin. Kupton dhe për këtë domethënë të falenderoj edhe unë sepse kalom një natë shumë të bukur, po që më erdhi mirë që ti u kënaqe dhe u lumturove mbi të gjitha. Kështu që ti kesh prej Anjezës dhe Imbës këto... Po, Anjeza dhe Imba. Unë ti ma the që unë s'kam folë me ato, po ta them unë se si kështu nisi funit, domethënë edhe bashkëbisedimi dhe mitësia jonë mbi të gjitha. E shiko, ka një kohë për çdo gjë. Për çdo gjë. Kështu e nisëm, kështu e bitisëm.